Të dashur miq, ju shpjegova dje kur pyeta ChatGPT-n për dhunën seksuale që Edi Rama prezantoi në fushatën elektorale. Ja se çfarë thot ligji francez me nene se sa dënohet një personalitet mazhor dhe për më tepër publik. Atëre, sipas neni 222-32 të kodit penal, dënohet me 2 vjet burg dhe me 30.000 euro gjobë. Pra, Partia Demokratike me arrat e Edi Ramës mundet t'ju thyej në duart e europianëve për t'i treguar se cili nga ju politikan europian bën këtë vepër penale në fushatë elektorale. Nëse nuk e bëjnë këtë gjë, të dashur miq, ta gëzoj qeverinë e Edi Rama se Partia Demokratike do të mbetet shërbëtore besnike. Le të presim reagimin moral, ligjor, kombëtar dhe ndërkombëtar përpara botës së mbar se çfarë do të prezantojë në 16 maj opozita me në krye Partinë Demokratike. Le të presim.